Kusha, hajde burë më burë. Kalove. Mek, shkëbë, si ke pas sotë, a ke pas mek, a ke punu toka. Po merë me punem që shto të me halë, me punë, që do të punu të. O, shpesha të ledi rrugës si halë. Po shka që më pak një gotuj dësha. Po e cot, një gotuj shpet. Po, me për që ka arme. Kësi lënë pi në gjithë shehu, në ka pro për që të më të ujë. Sot në kemi të vokë në më të një. Po ta me këtë vokë e ikin. Po vëtë që merë, në shebe, një familje merë, punëtarë. Po me të shovë një që familje janë, kam pasuria, shija. Po kështë të nabën të dhëmë kështë... Po ta pojtë nuk bënë ta punë, me ka... Po. Ta më të qëtë pësim me shpoesit shofim të nëse shysh dhe lumë lafën në gjë. Po merë, ta e mas e di aftë të mbyshin gjevap. Po, me dhe të lumë gjevap të... Po të hajde një, hajde. Hajde tate, kum një mua betë, në ka gërku të sotën. Si dhëtë të e, ta pësim me grumë. Më gjellë të poet, shajtë si të të vje ma mirë, shajë një lapë të nësë stande. Po mirë. Ue nuse. Hajde gru njerë, hajde. Hajde ullu njerë. E nuse në ka në gërkin të sotën. Vokli kemi të sotën pëtaj, shujnë këta kohë. Të me bë. Po këtë di ona njeri të hajtë, ju i di një ata po, nona e di ma mërë, unë si njeri nuk i njëf, dhe po e si njerë, qish një zishen. Po, se... Ajo është po e mërë, ajo njërës të mërë. Po një, se di dhe po e se në për milet, shofin. Po ma për në të vetë ma i du. Po. E si me donë të e, të vokli kemi për që. Ma e mira u bëftë. Po. Si tjetë kismeti. Po e ta njëzit, ndurë njësë më e. Shqit që më gjerë, e herit qëftë. Në shumë pasuri nuk ishin, për mo pa ta nuk ishin. Kalenet për shkëjnë janë për qefë. Po. E në vatë ishte emigrant. Shqit që. Exact. Hajde gëra. E nuk se e tha. Ko dalje më? Mi hanë mi, i dha. Po më njëri të hajë për hërna qëftë, ma e mërë a bëftë. Po. Tek shtëpia e vajzës nuk bëhet darkë e madhe, ndërsa tek shtëpia e djalit ndodhe kundërta dhe mblidhen gjithë të afërmit. Kjo darkë quhet nishani i vogël që i parapri nishanit të madh. Më vonë bëheshin fercemet ose nishani i madh. Në shtëpinë e vajzës shkonte daja, mixha dhe nipi për të dërguar fercemet, ndërsa në shtëpinë e djalit shoqëroheshin me aheng, këngë dhe gëzim, e vajzat i këndojnë nuses. Hajde burë. O, një qeta. Hajde mëj, në shnepë. A i lodha jo. Po hor, Mike. Ta gëzëp gjallë, Mike. Po baroj po. E falënderë, Mike. Njësh në të në të uj. Falënderë, Mike. Ero, Mike, i grisa këpush. Atë se din vësim të punë. Aha. E të falë arson për Mike. E falënderë, Mike. Oka, o bie shëju, shuzi të noj njëm të sëju, i njëm sëju që e që dhove, i njëm goja që e kërkove. Pas fejesës, sipas mundësive ekonomike të familjeve, caktoi data për të bërë dasmën. Kërkesën për të ndarë ditën e dasmës e bënte gjithmonë familja e dhëndrit. Kjo kërkesë në dibër quhet e lip mja e nusës ose me prepaç. Koha e dasmës lije me mirëkuptim dhe nuk kishte hatërmbetje. Me prepaç do të thoshte me caktuar muajin e dasmës. Stina e dasmave përgjithsisht ishte vjeshta dhe ndërmjet këtij intervali kohor fillojnë edhe përgatitjet për pajën e nusës. Si zakon, të dyja palët kontribojnë për të. Normalisht, paja e nusës ishte mjaft e rëndësishme, por madhësia e saj vari nga gjendja ekonomike e familjeve. Megjithatë, duke qenë se dërli, prindërit Dibram, pavarësisht nga gjendja ekonomike, vajzës ja bënin pajën më së miri për të mos ngelur prapa tjerëve. Si e tillë, ajo ishte trashëgimia e vetme e nusës.
Dita e qerepeve ishte një ditë që caktohej nga shtëpia e dhëndrit, e cila i paraprinte ceremonialit të dasmës. Kjo ditë kishte rite të veçanta. Prite me gëzim dhe të gjithë niseshin duke kënduar e duke luajtur deri në një vend të caktuar për të mbledhur argjile me të cilën do të përgatiteshin qerepët. Fillonin përgatitjet e dy familjeve për dasmën. I ati i djalit, së bashku me ndonjë të afërm të tij, shkonte në shtëpinë e vajzës për të ndarë ditën e dasmës. Dita e dasmës caktoi 2-3 javë përpara. Kjo ditë në zona të ndryshme quhet dita e kumtrit, ose thjesht me datë ditë. Dita e dasmës nuk duhet të binte kur hëna ishte në të sosur e as kur hëna ishte zjarr, por duhet të ishte duke u mbushur që çifti të kishte mbarësi. Kështu që nga ajo ditë dhe derisa të afrohej dita e dasmës, vijonin përgatitjet për të caktuar e rregulluar konaqet. Gjatë gjithë këtyre ditëve në shtëpi vinin njerëz për herli. Me udhëtimin tonë në përrite, në përkëng arritëm tek ajo që përmbyll ciklin e riteve të martesës, dasma. Martesa kishte shumë rëndësi për Dibranin, e kjo shpjegon gjithë këtë krijimtari të pasur folklorike dhe artistike, gjithë këto rite dhe gjithë këtë organizim të kujdesshëm, deri në detaje që është trashëguar brez pas brezi. Një ndër momentet më të rëndësishme të dasmës së djalit është edhe nata e dajallarëve, nata në të cilën ardhja e dajave shoqërohej me një ceremoni mjaft të veçantë. Kjo ceremoni përmbante daulle që buçasin me qëllim që të merrë vesh nga të gjithë, dhe nga këngët e vallet plot gëzim të shoqëruara me një viç ose një dash të zbukuruar me lule e bojra të ndryshme. Ardhja e dajallarëve shoqërohej me këngë tradicionale dhe dajre deri në momentin e hyrjes në konak. Mishi i viçit ose i dashit që dajat kanë sjell u shërbehet dasmorëve.